للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد I latë falëndëruar është Allahu I lartësuar dhe ai I cili I meriton salavatet dhe selamet është pejgamberi Allahut Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahun azza wa jall rahmeti dhe falja e tij le të jetë mbi ne dhe mbi të gjithë besimtarët deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtarë, jemi duke mësu siren jetë shkrimin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, biografinë e tij, historinë e tij. Njeriu më të madh njerëzimit. Njeriu të cilët Allahu azza wa jall e ka zgjedhur prej mesit njerëzve, I ka zgjedhur prej mesit njerëzve pejgambert, dhe një prej pejgamberve dhe vula e tënë pejgamberve është Muhammedi alayhi salatu wassalam, por kë I fundit është edhe më I zgjedhur edhe në mesin e vllaznive të vet pejgamber. Kështu ka dashur Allahu azza wa jall. Po I kujtojmë edhe një gjë që e kemi përsërit disa herë. Jemi të respektu, jemi të nderu, jemi të privilegjum si ummet, si besimtar që kemi ne Muhammedin alayhi salatu wassalam për pejgamber. Dhe në duat dhe në lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes që besimtari çdo herë bën, apo duhet me I bosh, raditu billahi rabba. Jam I kënaqur që Allahu o Zoti është Allahu im. Wa bil islami dina, po ashtu jam I kënaqur që Islami është feja ime. Wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dhe jemi të kënaqur që Muhammedi alayhi salatu wassalam është pejgamberi jonë. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi të bëjmë me një njeri shumë të madh, me një njeri që Allahu azza wa jall e ka bë kusht, e ka bë shart dhe të pjesë I imanit dhe të besimit, dhe kur themi la ilaha illa Allah, me njëherë themi Muhammedur Rasulullah, kusht me hyjë në xhennet. Pra deri më tani kemi shpjegu dhe I kemi afru 40-ave të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prej lindjes apo para lindjes deri, pra moshën e pjekurisë, burnisë, 40-at e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe javën ardhshme me lejen e Allahut azza wa jall do të shohim Muhamedi alayhi salatu wassalam shenjat e pejgamberllëkit kur fillon me u paraqit shenjat dhe ai vetëm se kur I mbushi 40-at u emnu për pejgamber. Por para kësaj kemi edhe disa momente që ne si besimtar, ne si musliman, e në veçanti ne si popull, këtë vende ku po jetojmë, ta marrim për model, ta marrim
për mësim Muhammedin alayhis salatu wassalam. Ku? Veç xhami, veç ndeka, veç tubime dhe manifestime të ndryshme me karakter fetar. Kur dikush fejot dhe martohet duhet me bo një qave qëto? Ja. Në gjithë jetën, në gjitha porë dhe në gjitha segmentet e jetës sonë model, duhet nga besimtarët muslimantë me popull e me prisa dhe me gjithë me pas model Muhammedin alayhis salatu wassalam. Në një, Muhammedi alayhis salatu wassalam në rinin e vetë, qiri kur ishte, ka qenë i prinun me virtytet lartat ndershmërisë dhe moralit ahlakit lartë. Të nderuar vëllezër besimtarë, para pejgamberllëkit, si i ri, Muhammedi alayhis salatu wassalam ka qenë shembull tyr, shembull me ahlak lartë, me moral lartë, me virtytet larta ku ne duhet të kemi këto. Gjithë njerëzit, 3 tonë, 3 tona, aktivistat, ata të cilët angazhohen, çdo gjë duhet ta kenë shembull. Çka ka bo pejgamberi alayhis salatu wassalam? Kemi përmendur edhe një herë përsërismi, sa që të mirëmi me leximin e jetës Muhammedit alayhis salatu wassalam. Ndesh verës, ndesh dimit, ndesh pranverë, ndesh vjesht, jeta e tij, lëvizjet e tij, angazhimet e tij, përpjekjet e tij, sa që ta lexojmë përputhen me aktualitetin dhe me realitetin. Pse kështu? Pse Allahu azza wa jall ka dashur kështu mu kohën. Dhe ne si besimtar ka dashur Allahu, jemi besimtar, jemi musliman dhe jemi ummeti Muhammedit alayhis salatu wassalam. Në dy, Muhammedi alayhis salatu wassalam ka pas koeficientin të lartë inteligjencës. Nuk ka ftyrën e tokës prej njerit par deri në fund, njerëz më të meqëm shkallën dhe nivelin më të lartë inteligjencës se sa pejgambert Allahut. Dhe Muhammedi alayhis salatu wassalam ka qenë njëri prej tyre dhe i fundit prej pejgamberëve. Të nderuar vëllezër besimtar, çdo shprehje e tij ka qenë e matun mirë. Çdo fjalë që ka dalë prej gojës tij, e kemi fjalën para pejgamberllëkit, mos flasmi mu mas emnimit për pejgamber. Çdo gjë që e ka thonë, çdo gjë që e ka folë, ka qenë nivelit më të lartë që ju ka përgjigjë realitetit. Këtë besimtar duhet më konë. Duhet më konë të matën fjalët e tyne, shprehjet e tyne, duhet qenë të matën deklaratat e tyne. Me marrë vesh situatën, me marrë vesh punën mirë ma lartë. Tha kam problem, ai blaki i vjetër tha kam problem me gjemë të me. Nuk me marrin vesh problemin para se me ndodh, pasi po ndodh, pe merr vesh problemin. Ai qetri tha mirë, koka të metë edhe mosit ndodhin se marrin vesh. Të nderuar vëllezër besimtar, duhet jemi të matën qëndrimet tona. Deklaratat tona, fjalët tona kanë pesh, po kanë pesh tek njerëzit, apo mendojnë që nuk kanë pesh te Allahu azza wa jall. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allahu thot në Kur'an, nuk ndodh njeri me thonë një fjalë e me la që njonja në gjatë me shenu të mirën, ajo në të majt me shenu të kundërtën e saj. Pastaj, çdo lëvizje e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e analizume dhe e paramendume, po ashtu edhe çdo iniciativë e tij ka qenë e matur, e studiume, e analizume. Kështu ne duhet jemi. Kështu ne duhet jemi si popull me mendu pak mirë.
Po ashtu edhe prisat tonë duhen më konë ata të cilët na udhëheqin dhe na drejtojnë. I kemi votu, kanë marrë vendet e veta në varësisht prej qashtu qysh e kanë pas fatin dhe ashtu populli qysh i kanë votu, dhe ne tash e kemi besu. Dhe ata duhet besimin me na e kthy me besim, me sinqeritet, me besnikri, me moral dhe me ndershmëri. Kaq na si popull po i lypim prej tyre. Dhe çdo iniciativë të mirë, të vlefshme, të rëndësishme, që është në interesin e popullit tonë për e përkrahim dhe pse jo? Po e lusë Allahun Azze ve Gjell që ata ti forcoj, e lusë Allahun Azze ve Gjell që ti mendsoj, e lusë Allahun Azze ve Gjell që ti ofroj, dhe interesat e vendit vetë Allahu Azze ve Gjell atyne dhe neve si popull të na mundsoj të realizoj. Thuni amin. Se kështu vepronte pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj Resulullahi nuk kishte dëshirë me fol shumë. Pastaj Resulullahi i pëlqente vetmia dhe veçimi, sidomos në momentet e meditimit, analizës mbi krijesat e Allahut Azze ve Gjell, u vetmonte, ndalte, mendonte dhe analizonte, dhe kur kishte kontakte me njerëz, ishte shumë i pregaditur dhe niveli shumë lartë. Kështu ne si besimtar duhet të jemi, ndalmi dhe të mendojmë, ndalmi dhe të vetmomi, në shtëpinë tonë, në zyrën tonë, aty ku jemi, ndalmi dhe të mendojmë, veprimi jem, çfarë do të jetë, si do të jetë, a është i arsyeshëm, a është i logjikshëm e tjerë, pse? Pikëspari vetës janë ndihmon, dhe me atë kapacitet dhe intelektualitet, dhe intelektualizmin që e ki, e ndihmon vetës, familjes, popullit dhe vendit. Allahu na forcoft këtë drejtim gjithve. Se kështu ka qenë Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, Muhammedi alayhi salatu wassalam mendonte për besimin. Që e besonte populli vet? Çka besonin ata? Gurit, drunit. Me qindra zota kishte aty, njoni gurit, njoni drunit. E kom përmend disa hera i qetri e kishte një zota që në periferit Mekës. Dhe nderon të qatë shumë i qonte për ditë mëngjes tomëll. Tomëll në Arabi është konë punë e madhe. Qaq kje nderon të? Kure qonte enën të nesër men, e shifte u pi tomli. Një dit ju kish bo merak me po zotin e vetë, qysh për pi tomli? Kure qonte nesër men, për pret ish pas pësu dhejnë pra me arë me pi tomli, dhe po hypke për mja zotin e vetë po orinon, të dhe ki tha, la a'budu l'jaume ilahen balet alejhim tha'lebu, thot pej sotit, nuk i bëj ibadet këti zotit ku son gjendje me rujt vetë vetë ku po orinon edhe dhejta. Që si Zot në kanë pas. Kjo kur i spjegot sot dikuj thot, a thu, që shka bo vaki, po edhe sot bon vaki qështu. Edhe sot bon vaki, dishka qështu të njështu veç me qera kalope. Të nderuar vëllezër besimtar, duhet ndalemi dhe të mendojmë ne, si besimtar, si popull, si prisa e tjere, të si o gjallar, me këshyrë besimi, qëfar besimi ka njerëzit, qëfar bestytni dhe qëfar hajmarigji, qëfar bestytni ka njerëzit dhe qëka besojnë, tutët, mi apre maca e zë zullëra që, po mzena i kopë dhe na i telashe, këshyre qëfar besimi, alamet intelektuali, alamet i shkollumi, alamet njeri dhe akademiku, kur vjen puna e bestytnive, kada se mu pëmbaj ka ti shka keq. Jo, Allahu Azze ve Gjell, është ta i cili trun, nuk ki nevoj me shku me lez, qirin, as të vorri, as të gjamia, nuk ki nevoj me shku të falgjori, me i besu ati se 14 dit namazi nuk bot kabul. E pejgamberi alayhi salatu wassalam ndalte dhe u mendonte për besimin dhe asnjëherë nuk i besonte, asnjëherë nuk i përkrahte besimet e tyre të kota. Ishte i pari që ikke prej shirkut. Ishte i pari i cili ikte dhe u largonte prej idhujtarisë, prej ateizmit dhe prej mosbesimit. Të nderuar vëllezër besimtar,
Pejgamberi alayhi salatu vesselam ishte një njeri I cili shënojmë këtu dy ngjarje dhe dy momente ku vetë Resulullah I thot kanë dasht me I bo, nuk kanë mujt me I bo. Cilat janë ato? Resulullah I thot një natë jëmë konë të I rujt dhenë, se qobanu konë Resulullah bariu konë I ka rujt dhenë. Dhe një natë e kanë di në Mekke në qytet një muzikë po bëhet diku. Dhe Resulullah I ka thonë njonit aty që u konë bashkë me të thot apo mirun, son të timune po shkoja që në qytet. Ani ka thonë, po t'i ruj. Nisët pejgamberi alayhi salatu vesselam natën kur hin në qytet, e ndin vetë dikon shkauk, thot është një darsë në filan vend jonë të bo muzikë. Dhe pejgamberi alayhi salatu vesselam ndalet çat moment, Allahu azza wa jalla ja çon një gjumë dhe ja shkruan një resht. Dhe çat të flen nuk ja bon të mundër Allahu me shku në atë vendin ku e kanë di atë muzikë, atë haram aty ku është bo dhe ku është pi alkohole, tonat këshijat janë bo, dhe të nesrit dilli I fort I shkretinës arabe e ka zgjuk dhe është kthy. Edhe njëherë ka dash me shku, edhe njëherë I ka ndodhur dhe Resulullah kur ngo një gjatë tillë nuk e ka marrë. Pra, Resulullah kur nuk ka marrë pjesë në tubime të tilla. Resulullah kur rakis ka pi. Resulullah kur zotnat e idhujtarve me kas nuk I ka besu. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala e ka rujt dhe ka qenë mbikëqyrjen hyjnore të Allahu subhanahu wa ta'ala dhe Allahu e ka pregadit pejgamberin Muhammedin alayhi salatu vesselam që do t'jetë udhëhec I njerëzimit duke I nxjerrë prej idhujtarive dhe shirkut në dritën e imanit dhe në dritën e besimit. Të nderuar vëllezër besimtar, kjo është pejgamberi jonë. Kjo është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që ne duhet ta përkrajmë, ta mësojmë, ta lexojmë dhe simbas udhëzimeve dhe mësimeve ti t'jetojmë. E lusë Allahun azza wa jall ta bëj dashur pejgamberin e Allahut në zemrat tona. E lusë Allahun subhanahu wa ta'ala ta bëj besimtar denj dhe sinqert dhe ta bëj prej atyre që dalim me iman nga kjo dunja. Thuni amin. E lusë Allahun azza wa jall që të shëroj smute besimtarve kudo që janë. E lusë Allahun azza wa jall që të liroj burgosit e besimtarve kudo që janë. E lusë Allahun azza wa jall të ruaj popullin ton nga çdo e keqe, nga çdo fatkeqësi, nga çdo zullum dhe nga çdo padrejtësi. E lusë Allahun azza wa jall të na bëjë neve si popull të gëzojmë drejtat tona. As ma pak, as ma shumë se sa këta tjerë. Të nderuar vëllezër besimtar, Allahu azza wa jall na ka krijuar të lirë dhe lirin duhet ta kërkojmë, duhet ta ulumtojmë, duhet ta jetësojmë e Allahu këtë drejtim gjithë dhe Allahu na forcoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.